Si përherë me eventet dhe trajnimet e shpeshta që mban Kolegji Univerzum, i fuqizuar nga Arizona State University. Këtë javë filloi trajnimet globale. Në këtë rast, studentët gjerman patën mundësinë të vinë në Kosovë dhe të mbajnë trajnime për drejtimet e tyre. Univerzumi si institucion më ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor, këtë javë do të realizoj projektin global studentor, ku studentët tanë bashkë me studentët nga Gjermania dhe nga shteti i Kenjës në Afrikë do të realizojnë projektin e radhës. Gjatë kësaj jave, më thonë, ne jemi duke i mirëpris studentët gjermanë dhe studentët nga Kenja, cilët do të ndjekin online. Megjithatë, studentët afrikanë në pamundësinë e vizave, këto trajnime kreative që organizoi Univerzum do t'i mbajnë përmes platformave online. Për shkak të telasheve me viza, do më thonë studentët nga Kenya do të ndjekin online këtë sesion. Përfundimi i projektit është në qershor, ku gjithë, më thonë, studentët e 3 institucioneve do të mblidhen në Gjermani dhe do të bëhet certifikimi i projektit të tyre. Ata do të ndjekin trajnime, ligjërata, workshope të ndryshme për modele të ndryshme të biznesit, do më thonë, për zhvillimin e shkallësive ndërmarrëse tek studentët. Bursat e shpeshta që Univerzum dhuron për studentët kosovar bën që edhe studentët ndërkombëtar të shprehin dëshirën të mbajnë trajnime në këtë kolegj, njëkohësisht vizitojnë edhe Kosovën. Studentët tonë, bashkëpunim me studentët gjerman, do të keni agjendë shumë të ngjeshur, edhe në aspektin kulturor, më thonë do të kemi vizita studimore të institucioneve dhe kompanive të ndryshme në Kosovë, po edhe vizita qyteteve të ndryshme dhe atraksioneve të ndryshme në përgjithë qytetet e Kosovës.